Gjendja infrastrukturore në hekurudhat e Kosovës është e mjerueshme, nga se nuk janë në funksion shumica prej hekurudhave në Kosovë. Infrakos për projektin e rehabilitimit të linjës hekurudhore Han i Elezit Leshak i Mitrovicës, edhe pse ka hyrë në proces të finalizimit për përzgjedhjen e operatorit Infrakos, nuk është transparent fare. Madje ka dyshime për manipulim të përzgjedhjes së operatorit për restaurimin e këtij projekti, që ka gjetur edhe mbështetje financiare nga institucionet ndërkombëtare. Në dokumentin e siguruar nga Kosova Press, mësohet se është eliminuar kompania gjermane Deutsche Bahn, një kompani mjaft prestigjioze me qarkullim miliarda eurosh dhe me renome botërore, kurse ka hyrë në listë të ngushtë një kompani greke e quajtur Obermüller Health. Kjo kompani gjermane vetëm në Gjermani ka nënshkruar kontratë për t'i shtruar 17.000 kilometra hekurudh të re për 4 vite në vlerë prej 28 miliard eurosh. Drejtori ekzekutiv në Infrakos, Agron Thaçi, edhe pse është kontaktuar tash e 2 javë rresht nga Kosova Press, nuk ka gjetur kohë për përgjigjet lidhur me këtë projekt. Kompania Infrakos është një nga kompanitë më të mbyllura për komunikim. Vlera e marrëveshjes e nënshkruar është 42 milion euro për rehabilitimin e një pjese të hekurudhës nga Hani i Elezit në Leshak, me gjatësi prej 149 kilometrash dhe gjithsej 330 kilometra, sa është linja totale e hekurudhës që pritet të rehabilitohet në të ardhmen. Ish-ministri Financave Haki Shatri për Kosova Press ka kërkuar arsyeshmëri dhe transparencë për projektin hekurudhor të linjës Hani Elezit Leshak i Mitrovicës, nga se sipas tij, mjetet e taksapaguesve duhet të menaxhohen sa më mirë, e jo të keqpërdoren, qofshin ato kredi apo donacione. Kjo flet për një vazhdimsi disa veprimeve të pa rregullta, të paligjshme që po bëhen edhe me projekte tjera kapital në kuptimin e procedurave për tenderim edhe për dhënie ose për përzgjedhje të operatorit. Nuk është e para herë që ndodh kjo, mund të jetë edhe kjo e njëjta procedurë deri te përzgjedhja e një operatori i cili ndoshta edhe na obliguohet për dikujt tjetër. Na imponohet një operator që s'është i aftë, eliminimi i njerit edhe favorizimi tjetër të është i paligjshëm në bazë të dispozitave ligjore. Ai shprehet se oferta për përzgjedhjen e operatorëve duhet të jetë në bazë të kritereve ligjore, duke pasur më shumë operator konkurrues dhe serioz. Duhet në bazë parime të tregut me hap ofertat me qenë të hapura, me konkurru sa më shumë operator, edhe atëherë mu bë përzgjedhja në bazë parametrave që i parashej ligji. Çdo ndërhyrje edhe eliminim sjell detën një monopolizëm, edhe vendimi për mu përzgjedh në mënyrë seleksionuese një operator është i paligjshëm, i kundërligjshëm. Zyrtarët të Ministrisë së Financave për Kosova Pressin kanë treguar vetëm për shumën e kredisë, derisa thonë se për çështje të implementimit të projektit në fjalë është Infrakosi. Për projektin në fjalë po hesht edhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Ministria e Zhvillimit Ekonomik nuk ka treguar pse është aprovuar nga kjo ministri një projekt i tillë pa instalim të rrymës, duke pasur parasysh se të gjitha trenat në Evropë janë me rrymë dhe kjo e rrit koston.